Në zgjedhjet e 28 dhjetorit duhet të votohet jo vetëm për Albinin, por edhe për Vjosën. Dhe e dini pse? Sepse këta të dy kanë për zën pikërisht Radojqiqin dhe Vučićin. Pra keni dy alternativa. Vučići me Radojqiqin kthehen dhe shëmbin urat dhe rindërtojnë barikadat, ose me Albinin dhe Vjosën marshojmë drejt NATO-s dhe shtetit solid të Dardanisë. Më së fundmi jemi të gjithë transparent. I njohim të gjitha faktet, mos haroni kanalin në erë, mos haroni sumin në Banjsk dhe miliona euro armatime që kapen në kufi apo brënda në veri dhe postat strukturat paralele që kanë marrë arratim. Toni shtet solid, keni raportin e fundit për krimin të parët në Ballkan. Të parët në Europë sipas Gallupit për paqe, qetësi, për jetë dhe garanci, ty fishoj buxhetin, po 4 vjet ishin, edhe 4 vjet të tjera dhe Dardania super shtet. Përpara